Hekurudha shqiptare ka hapur tenderin me vlerë 1.5 miliard lek për realizimin e projektit të linjës hekurudhore, që lidh terminalin e transportit publik me stacionin qendror të trenit në Tiranë. Kontrata përfshin një zgjatim prej 4 kilometrash të linjës ekzistuese Durrës-Tiranë dhe synon të integrojë transportin urban me rrjetin hekurudhor kombëtar. Kompanitë e interesuara do të kenë mundësi deri më 15 qershor për të paraqitur ofertat e tyre dhe më pas fituesi do të ketë 2 vite në dispozicion për të mbyllur punimet. Tenderi përfshin dhe ndërtimin e 2 ndalesave të ndërmjetme, Tirana 1 dhe Tirana 2, që synojnë maksimalizimin e aksesit dhe lidhjes me rrjetet lokale të transportit publik. Projekti për linjën hekurudhore Tiranë-Durrës dhe zgjatimin në Rinas ka nisur zbatimin nga viti 2021 dhe është ende në proces e sipër, pa një datë të saktë të përfundimit të tij. Shpejtësia e lejuar do të jetë 70 deri në 100 km/h dhe trena do të jenë elektrik. Sipas të dhënave të Hekurudhës shqiptare, deri më tani janë mbyllur 97% e punimeve dhe pritet që në fillim të vitit të ardhshëm të përfundojë projekti, por me këtë zgjatim të ri, ende nuk ka një afat se kur do të finalizohet plotësisht linja hekurudhore aq e shumë pritur.